trupi organizmit rrin në temperaturë të ulët, ai ka me kundërvu temperatura të ulët. Temperatura e ulët shkakton vazokonstriksion. Vazokonstriksioni e rrit tensionin e lartë. Në qoftë se ajo është me smujë të zemrës, zemra ka mu lodhë më tepër sepse ka me vepru kundër një force, se kështu ashtu është dëmtune. Në qoftë se është me hipertension, ai ka me pas një tension shumë të lartë sepse ka me qenë një gjendje të re klinike për to, sepse nuk është në ambientin të cilën e ka pas gjithmonë. Kështu që sigurisht që në qoftë se është temperatura ulët, po, ka ndikim. Ka ndikim. Në ndërkohë një fenomen shumë i rëndësishëm, jo vetëm të pacientët me smundje zemrës, por tek të gjithë, është ushqimi, sidomos në mënyrë specifike, këta që kanë terapi, që kanë probleme me zemër të ndryshme, që duhet të jenë korrekt me ushqimin, sidomos në temperaturat të nxehta. A ka diçka që rekomandohet specifikisht që duhet me hek prej menys gjatë kohës sa janë të ekspozuar në diell? Po, janë pikërisht ushqime të thata të cilët duhet të largohen komplet nga ushqimi ditor të pacientëve të cilët kanë smundje të zemrës. Pra, frutat dhe perimet janë ato të cilët duhet të jenë shumica shujtave ushqimore të një pacienti, sepse kanë rehidrohen shumë pacientëve me to. Domethënë kanë sasi të langjave shumë. Dhe në përgjithësi ushqimet e lëngshme. Pra, ushqimet e thata janë komplet të ndaluara dhe këto skara dhe këto që janë shumë të dëmshme gjatë tërë jetës, po sidoqoftë në verët janë shumë